Shqipëria ka shpallur persona të padëshiruar dy shtetas të Maqedonisë së Veriut, Valon Belën dhe Bekir Halimin, raporton Top Channel. Sipas medias shqiptare, vendimi është marrë nga Ministria e Brendshme pas një propozimi të njësisë antiterror dhe policisë së shtetit. Burime pranë Top Channel bëjnë të ditur se autoritetet shqiptare kanë siguruar të dhëna që i lidhin dy personat me aktivitete të dëshiruara në dëm të sigurisë dhe interesave të vendit. Pas publikimit të lajmit nga autoritetet shqiptare, i mënjëhershëm ishte reagimi i Valon Belës, duke i cilësuar vendimin si politik. Sipas Belës, një vendim administrativ nuk mund që të zhbëjë historinë, sakrificën dhe kontributin e tij. Bela kritikoi ashpër edhe qeverinë shqiptare, duke pretenduar se vendimi është i motivuar politikisht. Një vendim administrativ nuk mund të shpallë non grata historinë, sakrificën dhe kontributin e një shqiptari. Nëse një luftëtar i 3 luftërave kombëtare shqiptare shpallet i padëshiruar në shtetin shqiptar, atëherë pyetja nuk është vetëm se kush u shpall non grata, po çfarë mesazhi po i jepet kujtesës son kombëtare. Autoritetet shqiptare nuk kanë dhënë ende detaje zyrtare mbi natyrën e aktiviteteve që kanë çuar në shpalljen e tyre non grata. Kujtojmë që më herët nga shteti shqiptar është shpallur non grata edhe Iqbal Berisha. Në vendimin e firmosur nga ministri i Brendshëm Besfor Allamallari, thuaj se motivi i këtij vendimi bazohej në informacionet e grumbulluara, sipas së cilave veprimtaria e kësaj shtetase vlerësohet si kërcënim për vendin, sigurinë kombëtare si dhe rendin e sigurisë publike.